moshatare, zanje në porte e paskeruvet, qysh preje gjedo bashe Shikues nderuar, televizior shqiptar të Amerikës, ju përshëndes. Jemi në emisionin Historia Shqiptare, jemi në pjesën e dytë të bisedës. Kemi pasur të ftuar kryetarin e Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, zoti Fatimi Idrizi. Është parti që është pjesë e Parlamentit shqiptar, por kryesisht përfaqëson çështjen Çame për të drejtat e tyre lidhur me genocidin grek që është bërë 100 ca vjet para dhe vazhdojnë akoma ndaj kësaj popullsie shqiptare. Është një çështje kombëtare shqiptare, por popullsia e kësaj zone duke parë që shteti shqiptar, pushtetarët tanë që paguhen nga vetë qytetarët, nuk e marrin përsipër, nuk janë të aftë që ata të përfaqësojnë hallet e problemet e popullit tonë dhe të shtojnë për zgjidhje në vendet, institucionet ku duhet. Janë pa fuqishëm, ndoshta edhe arsye të tjera do të ketë. Unë nuk dua ta ngatroj të ftuarin me këto probleme, këto janë mendimet e mia, por do të vazhdojmë bisedën pasi ka akoma për të rrëfyer, sepse çështja Çame është vazhdimisht në ndjekje, ka progrese dhe ato do të vinë gjatë bisedës. Zoti Idrizi, ne duhet ishim qytetarë dorës dytë. Për arsye s'ma the. Po ta thash për arsyen. Jo, po ma them kështu që pra edhe herë tjetër. Popullsia Çami ishte ajo që mbante gjallë tensionin me Greqinë siç e mban edhe sot, ëh. Po. Pra ne kërkojmë drejtat tona me shtetin. Në këtë kohë ndihej shumë i kërcënuar nga shteti grek, dhe ky çfarë bëri? Këtë popullsinë që mund t'i hapte probleme me Greqinë e marginalizoi, e bëri qytetar dorës dytë, nuk shkon në fakultete. Baba im i bëri 2 karamajt me shkollë se jam i viteve vonë, mas vitet 80. Dhe shkroi librin Dy popull miq. Bamën, shkoda atje në Dropull e Fkaristoj etj. Duke lënë këtë popullsi të marginalizuar në negativitet. Madje parulla ishte këta çamët që ne i pranuam në Shqipëri, do t'ja shisnin Shqipërisë, pra komplotit të Meseko, flotës 6 amerikane. Madje vitin që kaloi ka qenë 80 vetori i genocidit me shqiptarët e Çamërisë. Dhe PDU-ja bashkë me Shoqërinë Çamëri kanë bërë me 10 aktivitete. Njëri ishte për të sjellë këtu sot shumë interesant. Më ka bërë dhe mua përshtypje. Ne bëm një aktivitet me Institutin e hapjes dosjeve. Dhe unë e falenderoj drejtoresh. Dhe një marrëveshje midis shoqatës Çamëria dhe hapjes dosjeve. Ka qenë tronditse. 200.000 flet të zbardhura, dhe ne po i marrim tani, 200.000 flet survejim i komunitetit shqiptarëve të Çamërisë. Dhe 110 në rang republike. Në rang republike, pa aq ishim ne. Pra 200.000 flet. Dhe midis tyre shoh një, siç bën sigurimin shtetit atëherë, një kështu që ishin direktivat, dhe direktiva ishte që këto çamët, që ishin tradhtarë të Shqipërisë, pra desh ishin flotës 6 amerikane, duhet të trajtohen në këtë mënyrë. Dhe aty brenda ka një material shumë interesant në arkivin e shtetit që unë i kam këto, do të dërgoj. Çfarë do? Një mbledhje në Patos. Një ndërmarrje në Patos kishte punuar mirë. Edhe shkon një deleguar i Komitetit Qendror, edhe kërkon llogari siç kërkoi që kishin bë planin. Ngre drejtoresha, edhe thot, ju të dy aty në fund fare, thot e keni fajin. Ata ishin 2 të mbarum. Thot, çoni ju, thot, pse se keni bë, ju jeni armiq të klasë, ku janë gjëra të tilla. Dhe ky Komiteti Qendror, po është shkruar kjo. Bëhet kurioz, thotë, ç'i bie në qaf atyre të mbarumve atje në fund, se s'kan gjendor. I thot, nuk e dini ju, thot? Ata janë, thot, çamët e tradhtarit të Meseko. S'kishin lidhje ato fare. Pra ky ishte fryma, që kjo popullsi të ishte e marginalizuar, e veçuar, që mos ngrihej dhe të bënte atë që bëm në 90-ën dhe që po bëjmë deri sot. Prandaj vim në vitet 90, kjo ka qenë gjendja, unë kam përjetuar në shtëpi. Pra, baba im ka qenë më i vogël i 7 kalamajve, sepse çunat e gjasmi, gocat e hallëzit nuk u bën dot me shkollë, se nuk shkonin në shkollë.
pra marrë shkollë të mesme, futëm punë se nuk është për ne këtë punë. Dhe punët më të rëndomta, pucarë, kështu. Ka këto punë që bësh. Po ku më një veç ata ku shkojmë punësim se ishe çam? Për shumë, baba ime ka akoma në pashaport vendinjen Çamërin, Margëlliç. Pra, dini kush në familje Çam. Po kjo ka qenë atmosfera dhe mos ma vend dyshim se është kështu. Jo, se ka... Jo dyshim, po është kaq kështu sa mos... Unë ndjem keq, kur e shpjegon se s'ka arsye pse të bësh. Po vazhdojnë sot, pa kjo e punë e Çamërisë, e dëgjoj dhe unë sot që... Nesër. Vitet 90. Unë vetë kam qenë student i dhjetorit, ke 300 themelues të PD-s, antari grevës urisë, sepse ne kishim pra ne dinim që ky regjim na kishte trajtu keq. Dhe shumë herë edhe ne dhe shumë shqiptar ngatruan antikomunizmin me Partinë Demokratike apo Anasjetës. Dhe shoqata mas Partisë Demokratike, që është në 9 dhjetorit, më që 90, e para shoqat që është krijuar në Shqipëri me 10 janar është shoqata patriotike Çamëria. Me 10 janar dhe të thënjisht, dhe ka dhe jo me Halil Hyssenin. E kam lexuar. Është bërë PD-ja, është bërë shoqata Çamëria, pastaj kanë vazhduar partitë e tjera. Më shpjegoj, po unë e kam lexuar. Është një eksperiencë e mirë. Dhe atëherë për herë të parë, mas 50 vjetësh, pra shoqata Çamëria dhe Komiteti Antifashist Çam. 45-91. Pra, për 50 vjet, 60 vjet sa i bie s'kishte më për Çamërinë. Për herë parë këtu organizuan Çamët që filluan ta përmendin Çamërinë dhe filluan, unë e kam quajtur kombëtarizim i çështjes Çam. Pra filluam t'ia shpjegonim shqiptarëve erë se ç'është Çamëria. Dhe këtu duhet bëj një parantezë që të kuptojmë për masat. Çamëria nga pikpamja gjeografike është 5200 km2. 5700 është Kosova, a 7500, 5000. Kam një... Pra, është 5% më pak se Kosova nga pikpamja e sipërfaqes. Duke futur zonën e Çamërisë, Follorinon, Kosturin. Pra, nga pikpamja gjeografike është pothuajse sa Kosova. U sakrifikua në vitin e mbrapsht 1913 nga Shqipëria londineze, atëherë Çamëria dhe Kosova, për që në kjo Shqipëri politike që kemi sot. Pra, ne u vram për të mbrojtë kë Shqipëri që mbeti. Dhe unë jam drejtuar edhe kolegët mi në parlament. Çamëria dhe Kosova u sakrifikuar që t'jeni ju sot deputet në parlamentin e Shqipërisë. Pra, e paguan shqiptarët, kombi shqiptarë me një sakrificë më direkte familjare për ne që kemi, jo në kujtimet, po si që thash, kjo padrejti ka shënjuar jetën tonë, nëse një djalë tjetër Tiranës, unë kam luajtur futboll dhe me Tiranën për shkak, është tamëndorën e famshëm. Kishte një jetë qetë brenda asaj kohe, unë vazhdimisht shifja gjyshen time që qante, megjithëse më ruante nga gjyshen nga cili nga po nga Margëlliçi. Margëlliçi. Edhe njerëz paqës të cilët neve na ruanin edhe nga kjo e masak e rëndimit të vrasjes, po më thoshte gjithmonë, hapte parathire drejtarja të shpëtim. Edhe kishim një kopësht të vogël ne, aty pa shumë të vogël. Thoshte, shpëtim hate këtu, e hypja unë atë, hame nana. E shef këtë koshti ishte kopshti. E kishim në Çamëri sa të shihte syri. Për mrasë shumë dhaja, dhe është fatmirësisht në këmbë shtëpia ime sot, do t'ja jap që ta çfaqë. Thoshte plot me limua, portokale, e gjithë to frutat më të mira të kohës. Sepse ishim edhe në kohën që ishte problem edhe ngrëna. Krijimi i shoqatës Çamëria ishte një moment kulmor në historinë e komunitetit shqiptarëve të Çamërisë. E para për të sjellë shqiptarëve që Çamëria është një padrejtësi e madhe historike që është bërë kombit shqiptar. Dhe ato burra në ato kushte kanë punuar shumë për ta risjellë këtë gjë. Sigurisht që unë thash që kishte një tendencë të madhe ky komunitet antikomunist. Dhe shumë herë çamët mbaheshin si të djathtë. Pra antikomunizmi me të djathtë. Dhe kryesisht është vërtet që votonin kryesisht Partinë Demokratike, pra ishin një rrezuar votash i Partisë Demokratike. Në vitin 2004, shoqata Çamëria i adresohet Parlamentit të Shqipërisë të gjithë krahëve, që për herë të parë Parlamenti i Shqipërisë të kishte një rezolut
të miraton një rezolut ku çtrohet nevoja e zgjidhjes çështjes shame për çdo qeveri shqiptare. Në fakt, në vitin 92 ne kishim një moment mirë sepse parlamenti vitin 1992 e njeh 27 qershorin si ditë e genocidit mbi shqiptarët e Çamërisë. E di se përmend këtë gjë? Është genocid apo në 92 apo ishte Genocid. Po do t'i jap se i kam me vete. Pra një si zakonisht është masakër. Jo, genocid. Pra kur shpërngulja etnike shoqërohet me vrasje, është genocid. Jo, e di unë që është genocid, po unë them në terminologjinë e politikanëve edhe të mediave si është trajtuar. Genocid. Genocid. Pra ose le të themi zyrtarisht parlamenti e ka njohë genocid dhe do ta njohin gjithë tjerë. E di pse ta them këtë gjë? Sepse un kam që nga viti 2006 që vazhdimisht për 27 qershor, po edhe në raste të tjera, kërkoj 1 minutë heshtje nga Parlamenti i Shqipërisë. Pa përmend emra, më duhet në çdo vit t'i çoj kryetares parlamentit që 27 qershori është ditë e njohur si dita e genocidit mbi shqiptarët e Çamërisë. Pra, gjithmonë edhe ata kanë nevojë sot çuditërisht, që ti them ja është ky ligji, se ndryshe pra vazhdon avazimukës. Mund të vazhdojnë të hezitojnë ta bëjnë këtë gjë. Pavarësisht se ne çdo rast e bëjmë se prandaj jemi aty brenda. Është interesant kjo. I them, po pse keni merak këtë gjë? Sepse ja ku është ligji, ja ku është edhe rezoluta që ju detyron ta bëni këtë gjë. Pra këtu jemi, dhe bien dakord me gjithë forcat politike që kjo rezolutë të kalon të Parlamentit të Shqipërisë. Dhe ndodh një gjë pa imagjinueshme sot, që sa herë që i shoh ato pamje, më duket sikur shqiptarët e Çamërisë nuk e kërkuan këtë rezolut tek Parlamenti shqiptar, po e kërkuan o ke Parlamenti serb ose ke Parlamenti Greqisë. Po çfarë ndodhi? Sepse jo që ajo u miratua nga pikpamja numerike, kryetari i parlamentit tha u rrëzua, por në dyert e Parlamentit të Shqipërisë, ku ishin mbledh shoqata Çamëria, janë rrahur dhe janë gjakosur nga policia shqiptare. Tja pamjet, shfaqje. Po pse? Po, pse nuk e kuptoj dhe unë. Pra, këta kishin radhë dakord, kishin shku në parlament, gjithë shoqata, gjithë antarët, dhe aty krijohet një tension në moment që u pa që u rrëzu dhe ja hy policia dhe i gjakos këta. Dhe ky është një moment shumë i rëndësishëm për të bërë një gjë tjetër. Shoqata Çamëria dhe këta nuk u miratuan atë periudhë. Nuk u miratuan atë periudhë. U miratua më vonë në 2011. Po e kuptoj. Atëherë, shqiptarët e Çamërisë dhe shoqata Çamëria kuptoi që kjo ndodhi në 2004. Ka qenë Servet Pllumbi kryetar parlamenti. Dhe ky tani 58 pro. Nja 4-5 kundra, ca abstenun, rrëzohet. Ndërkohë që me që jam i vjetër në parlament tashmë, gjithmonë ju i kujtohet që në fillim votojmë për prezencën. Votimi i parë është për prezencën. Dhe nëse janë 71 në sallë, 50% plus 1, atëherë votimet vazhdojnë edhe 40 me 30 po të dalë. Po, sa i referoj numrit prezencë. Po pra, prezencë. Pastaj unë s'du me votu, kjo nuk e bën nul. Cila ishte arsye që nuk e, se këta janë shqiptarë? Tani arsye të ishte politike apo ishte në koncepti këtyre i nivelit tullet të pjesëmarrësve, të deputetëve, apo ishte politike si tani kjo është histori e gjatë, sepse kjo histori vazhdon çdo ditë për ditë në shfaqje të ndryshme. Kemi një fitore nga intimidimi dhe servilizmi i politikës shqiptare, jo vetëm për çështjen çame, sa që bëhet fjalë me Greqinë, por Greqia mban akoma një ligj lufte. Dhe u desh PD-ja në vitin që kaloi, mas 84 vjetësh, që Parlamenti i Shqipërisë të miratonte një qendrim që t'i kërkonte Parlamenti i Greqisë të ishte ligjin e luftës. 25 vjet të luftosh për të për atë që është aja e marrëdhënieve të dy vendeve dhe thelbi. Ishin ligjin e luftës për çfarë po flasim.